Personaliteti i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Profeti Muhammed, vula e profetëve, është personaliteti që i bashkon muslimanët. Të gjithë muslimanët janë të një mendimi se ai është udhëheqësi i parë i tyre. Ai është modeli më i plot dhe shembulli i përkryer. Ai ftoi që muslimanët të jenë gjithmonë një dorë vetme dhe e përbashkët kundër armiqve të tyre. Profeti dëshironte që mbar njerëzia të jetonte në hijen e unitetit e të bashkimit. Thirrja e profetit është mësim për ne, që të zhdukim përgjithmonë mosmarrveshjet mes nesh. A ka më të mirë se sa mbjellja e farës së unitetit dhe të bashkimit në zemrat e brezave të rinj të muslimanëve? A ka gjë më të keqe se sa rritja dhe edukimi i brezave me frymën e përçarjes dhe të armiqësisë për njëri tjetrin? A e pyesim ndonjëherë veten se çfarë fitojmë nga përçarja? Vallë, Kuranin dhe profetin, Allahu i dërgoi për bashkim a për përçarje?